Piknisja është kjo, me violinën time, që sot 30% kanë ngelur, të tjerë nuk jetojnë me. Me keqardhje po e them, po s'kanë që të shu të flasë. A mund të tregoni dhe fotot e tjera si pjesë e aktiviteteve tue? Po. Keni djalin, keni miq? Këtu kam djalin, me gjitha të tjetrin vallen dyshe që kanë qërë të repreza në Gjirokastër, në vitin 1988. Këtu janë 2 djemë brezi 2. A mund të thoni kush janë personat? Persone janë Gentian të Shkallari edhe Eduard Dubare. Këtu është Fotion Dubare edhe Elinor Daja. Tash këtu janë nga pregatitja që kemi bërë festivalin e 3 Gjirokastër, që kemi vajtër. Kanë edhe një tjetër andej unë, përse ka shu. Këto pasaj janë që kemi dhenë në Lushnje, fotot që kemi dhenë koncert. Këtu kemi dalë në Kosovë, harrova të tregoja këtë tani. Kjo është medalja që ka marrë qoni im në 88-ën si valltari i shquar, mi vogli që u paraqit në festivalin e Gjirokastërës. Medaljen e i Frashit. Ju, para në tavolinë tuaj, keni dhe një gazetë sa kohë që e keni ruajtur shumë mirë, dhe mund na tregoni? Gazeta Shkëndija janë provat e fundit që kemi bërë për Gjirokastër. Ka qenë 28 shtatori 1988. Po, ka qenë para shtëpisë kulturës Valçezela në Lushnje. Momentet e fundit që do ikmin në Gjirokastër. Janë 3 brezat, vallet e 3 brezave, dyshja. Ju keni ruajtur një trashëgimi të mbartur me foto, me elementë të ndryshëm, keni marrë dhe çmime, keni marrë dhe shumë të tjera. A mund të tregoni edhe një foto tjetër që ju e keni? Po, këtu jam me shokët prap në Gjirokastër, festivali 3 Gjirokastër që është bërë kam qenë me dajre. Festivali 3 e kam shkruar edhe dajren. E shikoj që e keni një mori fotosh të vendosura në tavolinë për të treguar të punën tuaj ndër vite që si valltar dhe si instrumentist. Do duhet, pasi neve do të kemi këtë të shtun si personazh i ftuar në emisionin Personazhe në Fokus për të folur për të gjithë karrierën tuaj si artist në zonën e Myzeqes, por dhe si një artist e grupit të fshatit Jeta e Re, Çiftlik dhe sot grupi artistik të Valçezela, që pikërisht rrugtimin e saj e ka nisur nga Barbullinja e Lushjes në vitin 1958 dhe ekziston dhe sot si grup folklorik. Do kishit ju diçka në lidhje me këto fotot që keni nxjerrur sot për t'i promovuar, zoti Dubare? Po, përveç këtyre fotove, merita ime ishte që Këshilli i Rrethit Lushnjës ndau certifikata në atë para 4 vitesh, 3 certifikata. Kjo është certifikat mirënjohje. Në 2018. 2018. Kam marrë unë, kam marrë edhe Indieri Alimema, edhe Petro Ngari. 3 certifikata unë ndanë atë vit. Që ke marrë nga Këshilli Bashkiak. A është vallja ju pasioni duhur? Po, deri sa të kemi frymën, është pasioni më i madh që ka njeriu për vallën myzeqare. Në Myzeqe kemi lindur, në Myzeqe do përparojmë të nxjerrim breza të rinj edhe do vdesim me vallën në Kem.